Ministria e Punëve të Jashtëm të Serbisë ka reaguar ashpër ndaj marrëveshjes së përbashkëpunimit ushtarak të nënshkruar të martën në Tiranë nga ministrat e mbrojtjes së Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Beogradi e ka cilësuar këtë nismë si një provokim që sipas saj cënon stabilitetin në rajon. Në deklaratën e saj, Serbia ka njoftuar se do të kërkojë shpjegime zyrtare qeverive të Shqipërisë dhe Kroacisë mbi objektivat e kësaj aleance. Sipas Beogradit, marrëveshja për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes është arritur pas një konsultim me Serbinë, gjë që e sheh si një përpjekje për të krijuar një aleancë ushtarake që e izolon atë nga bashkëpunimi rajonal. Po ashtu, Serbia e sheh si shqetësues fakti që Kosova është përfshirë në këtë marrëveshje duke pretenduar se një bashkëpunim i tillë bie në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Ky memorandum nuk është një bashkëpunim i rastësishëm, por një strategji e qartë për të forcuar strukturat ushtarake në Kosovë, duke injoruar plotësisht Serbinë, thuhet në deklaratën e MPJ serbe. Serbia ka kërkuar që Shqipëria dhe Kroacia të japin një sqarim mbi natyrën dhe objektivat të kësaj marrëveshje. Beogradi pretendon se armatosja e njëanshme e Kosovës dhe krijimi i aleancë të tillë pa përfshirjen e Serbisë mund të rrisë tensionet në rajon. Serbia nuk do ta pranojë këtë zhvillim në heshtje dhe pret një përgjigje të menjëhershme nga Tirana dhe Zagrebi mbi synimet e kësaj marrëveshje, theksohet në reagimin e Serbisë. Marrëveshja për bashkëpunimin ushtarak mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës synon të forcojë sigurinë rajonale dhe bashkëpunimin në mbrojtje mes këtyre vendeve. Megjithatë, Serbia e sheh këtë si një kërcënim dhe ka kërkuar sqarime zyrtare, duke lënë të hapur mundësinë për veprime të mëtejshme diplomatike në raport me këtë zhvillim.